Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rishikuar projekcionet e tij për rritjen ekonomike të Shqipërisë, duke parashikuar një ecuri të qëndrueshme në një mjedis global të paqëndrueshëm. Në raportin e tetorit shkruhet se ekonomia shqiptare pritet të zgjerohet me 3.4% në vitin 2025 dhe do të shënojë një rritje të lehtë në 3.6% në vitin 2026. Krahas rritjes, FMN parashikon që inflacioni mesatar të mbetet i kontrolluar. Për vitin 2025, inflacioni pritet të jetë 2.3%, ndërsa në vitin 2026 parashikohet një rritje e lehtë në 2.8%. Në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria pozicionohet në mesin e vendeve me rritje të lartë. Në një plan më të gjerë, ekonomia globale pritet të rritet me 3.2% në 2025 dhe 3.1% në 2026, por FMN paralajmëron për një mjedis të paqëndrueshëm. Sfidat kryesore mbeten pasiguria politike e tregtare, rritja e proteksionizmit dhe goditjet e mundshme në tregjet financiare. Për t'i bërë ballë kësaj situate, raporti thekson se politikat të qëndrueshme, të besueshme dhe të parashikueshme janë thelbësore për të rikthyer besimin e investitorëve dhe për të ruajtur stabilitetin. FMN vë në dukje rëndësinë e diplomacisë tregtare, ruajtjes së pavarësisë së bankave qendrore dhe zbatimit të reformave strukturore si prioritete jetike për perspektivën e rritjes.